2 telefona iPhone 17 dhe 1 telefon iPhone 13 janë sekuestruar nga Prokuroria e Durrësit me shpresën e zbardhjes së plotë të dinamikës së vjedhjeve të 700 milion lekëve të pensionistëve në degën e postës shqiptare në Durrës. Sipas burimeve, 3 ditë më parë, gjykata e Durrësit miratoi kërkesën e prokurorisë duke lejuar sekuestrimin e aparateve të telefonit zyrtarëve të postës Elizabeta Malaj, Paola Dana dhe Valbona Duni, të cilat tashmë janë proceduar për akuzën e vjedhjes duke shpërdoruar detyrën. Tashmë gjykata ka autorizuar policinë gjyqësore në prani të një eksperti kibernetik për ekzaminimet kompjuterike duke lejuar prokurorinë të hyjë të kërkojë të marrë dhe të sekuestrojë të dhëna nga sistemet kompjuterike dhe llogaritë përkatëse të përdoruesve të lidhura me procedimin penal. Konkretisht, kërkohen të dhëna të ruajtura në memorien e pajisjeve kompjuterike ose në llogaritë e përdoruesve, por pa u kufizuar në kontakte, profile, lista thirrjesh e tjerë. Përmes bisedave dhe materialeve të tjera që mund të gjenden në 3 aparate telefonike, prokuroria synon të zbardhë të gjithë dinamikën ku paratë e pensionistëve merreshin nga zyrtarët e postës së Durrësit. Njëherësh, përmes bisedave në telefon, synohet të zbulohen dhe persona të tjerë që mund të kenë bashkëpunuar me zyrtarë të tjerë të postës ose me persona jashtë institucionit.